rëndësi se kush është në pushtet, pastaj specifikat e komunave tjera, për shembull, unë konsideroj që Peja, për shembull, me një diferencë shumë të madhe dhe Prizreni mund të vazhdojë me kryetarët aktual sepse është diferencë shumë e theksuar dhe po ashtu për shembull Prizren ka dhe koalicion mes PDK-s dhe LDK-s, partia e parë dhe e tretë. Kjo e konsolidon mundësinë serioze të zotit Totaj për me fitu, pastaj zoti Gazmo Haxheri është një figurë shumë praktike dhe me gjasë nuk do ta ketë fare të vështirë që ta i konfirmoj pozitën. Prishtina do të jetë interesant sepse përcaktuesi që është menduar që do ta volos fitoren në Prishtinë me koalicionin e mundshëm, pra Partia Demokratike, apo thënë më mirë zoti Uran Ismaili, sepse me gjasë ai ka bërë një lloj taktizimi dhe shumë shpesh ka bërë fushat në emër të vetin më shumë personal se sa në emër të PDK-s, nuk ka koalicion me asnjërin, të paktën në mënyrë formale. Pra